Jo, ju 90% imigrantave trunin e keni podrum, kurse trupin e keni nxjerr jashtë podrumit. Që do të thot? Të dalësh, do të thot, shkosh të hash në për restorante, të vishesh me rroba luksoze, të kesh makina luksoze, shkosh te shtëpia e Trumpit, se ti te shtëpia e Trumpit mund të shkosh, po je gdha. Të emancipohesh, që të mos jesh njëri prapambetur, do të thot që ti përshtatesh ndryshimeve shoqërore, që do të thot, ta shikosh ato të huajin ti, aty ku jeton, aty në Itali ti shikosh ato. A diskriminoj njerëzit sipas etnisë, fesë dhe racës? Ja, edhe ti mos i diskriminosh. A janë fanatik ato që femra duhet vishet sipas një rregulle të caktuar, sipas e përcaktojnë fanatikët? Ja, edhe ti mos jesh fanatik. A jetojnë të huajt me prindërit e tyre? Ja, pse nuk jetojnë? Sepse secili duhet shikoj lumturinë e vet. Pra, të bësh edhe ti siç bëjnë ato, edhe ti mos jetosh me prindrit që të shikosh edhe ti lumturinë tënde. Sepse qëllimi i çdo njeriu është për të qenë i lumtur. A e shpreh ti mendimin tënd të lirë siç e shpreh i huaj, sepse i huaj e shpreh mendimin e tij të lirë, pa pas frikë nga paragjykimit dhe paragjykimet e njerëzve. Dhe ti ta adaptosh atë mentalitetin nga i huaji. Dhe kjo do të thotë ti përshtatesh ndryshimit shoqëror. Pra të jesh njëri i drejtë, ti përshtatesh ndryshimit shoqëror dhe të shpresh mendimin tënd të lirë dhe duke mos diskriminuar. Dhe duke jetuar pa prindrit e tu, që të krijosh pavarësinë tënde, që pavarësia jote sjell qetësinë e prindërve tu dhe qetësinë tënde njëkohësisht dhe ta shjosh jetën në mënyrën më të mirë të mundshme, pa u penguar nga njerëzit e tjerë. Jo duke parë lumturinë e tjerëve, por duke parë në fillim ja lumturinë tënde. Kjo quhet e dal, nuk quhet e dal me marr Ferrari e me hes nëpër Tiranë me marmita.